Para ditën e sotme, shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi i Durrës në bashkëpunim me ndërmarrjen e Rruga ka nisur një tjetër ndërhyrje në magazinën, që pas ditën e së njëjtës u përfshi nga flakët. Me ndihmën e një ekskavatori u bë e mundur ndërhyrja në vendngjarje për të depërtuar deri në vatrat që mbeten aktive edhe pas 5 ditësh. Nga magazina që kishte materiale plastike dhe mjete piroteknike, vijën ende të ngrihen në ajër shtollur nga tymi, ndërsa një mjet zjarfikës qëndron i stacionuar aty që nga dita e parë për të pasur situatën nën kontroll, sepse her pas here aktivizohen zjarre në sipërfaqe të vogla. Sipas drejtorit të MZSH-s Shkëlqim Troplini, ndërhyrja e sotme ka për qëllim shuarjen e plotë të vatrave të zjarrit në magazinën e shkrumbuar nga flakët. Sot kemi ndërmarrë një aksion për shuarjen përfundimtare e këtij zjarri, pasi kemi 3 ditë që e monitorojmë për arsye se ka shumë materiale dhe ka lëndë djegshme poshtë llamarinave që normalisht nuk depërton ujë për shuarjen e plotë, kështu që jemi detyruar të marrim një mjet të rënd nga ndërmarrja Rruga. Ne kemi parashikuar të kemi 4 mjete zjarfikse, po më shumë për arsyen që na duhet ujë kemi 6 ato bote. Për shkak të temperaturave të larta të këtyre ditëve, rreziku për zjarre në sipërfaqe pyjore, bujqësore, por dhe pranë zonave të banuara mbetet i madh dhe drejtori Troplini bën të ditur se efektivet e zjarfikses janë në gatishmëri të plotë për të ndërhyrë në kohë rekord sapo marrin njoftimet përkatëse. Zjarri në magazinën e fiqekzjarreve në Shkozet vijoi për orë të tëra gjatë pasdites dhe mbrëmjes së të njëjtës dhe ai u vu në kontroll vetëm në orët e para të së premtes. Deri më tani nuk ka një shkak zyrtar për zjarrin, pasi ekspertiza nuk është kryer ende nga specialistët, ndërkohë policia e Durrësit ka arrestuar 38 vjeçarin me iniciale AN, i cili ndezi zjarr për djegjen e barishteve, por flakët dolën jashtë kontrollit dhe përfshin magazinën.